Të dashura motra, çupa, vajza dhe gra ju përshëndes. Uroj t'jeni mirë bëftë nëma dhe faleminderit shumë që më ndiqni në emisionin tim Ju flet Anea. Nashi që të kuptonemi. Është në dispozicionin tuaj mejtimi im, opinionim për çdo pyetje, hall dhe shqetësim që të ki. Shumë faleminderit që më keni shkruar dhe unë do të përgjigjem, por përpara se të përgjigjem, është mirë që të bëni subscribe te ky kanali im aty, edhe të vazhdojmë për më tej. Dhe pa humbur kohë, unë do filloj të lexoj mesazhet tuaja. Nashi ju bëftëmema, kur shkruani, bëj kujdes. Bëj pyetje me mend në kokë. Jo pyetje nashi për të kaluar lumin. Për shembull, njëra më shkruan: "O Anea, e pe apo se pe? Brikena e puthi Mateon Big Bard. Po nashi që nga në mëri, nuk e di, a i afrohet për ta puthur tot, kurse kjo është ty në tutje. Si me i ton ti?" Jo të bëftëme, ma nuk ka faj që Brikena si e ka emri kjo. Sepse, me kujton e fikon shoqen time të ngushtë që kam patur në fshat. Se kur u martua që unë për herë të parë, ime me pësoj. Me tha kështu të vjen buri, për mo frikso. Se kështu është jeta. Me femre me mashkull. Ne fikon ma vrisni, ka vdekur, i kish vdekur e hema herë, shpejt. Edhe ishte rritur ashtu, bojua, nuk dinte shkreta se. Edhe erdi momenti që e mori Njaziu. U martua me Njaziu. E u gëzua me këngë e valle melodi, ku në mesi natë dëgjohet një ullurime në fikos. Gjalpri, 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 me vrap në për rrugë dhe fshat, në pyll Njaziu mbrapa, me brek në për duar. Hajde më i këtu edhe, dola e që të sova qkeme. Sa rrim në dhomë, tha Njaziu u gjeshi tëri, tha, e hidhu në një qoshe unë, e hidhu në qoshe në tjetër. Njaziu nuk mbaj, ashu si deri egër, u lëshu. Po kur të them gjalpri, na me gjyqej tash, po sesh në një gjë, me zjes buta. Kështu edhe kjo Brikena, e ka për herë të parë masi. Kështu që mos ja vini veshin, e rëndësishme është të duar njeri atrin, se dashuria është mbi gjithçka. Ashtu i bafta me. Sa për këtë, dhe Big Bardi të na kërnaqi syrin. E po nashi, edhe të vazhdoj me këto mesazhet e tjera që që lexon që? O ne, unë të kam ndjekur gjithmonë dhe më pëlqen shumë ato llafet e tua të urta, po janë shprehje me shprehje që llafe të urta. Se llaf të urte quan ti këtë pse s'po dhe po fole me me çupa. Pse s'po dhe po fole? Do me thënë që kur ja fut kot muhabetit. Lode, dhe kjo është popullore. Që të sqaroj unë të gjitha ato shprehjet, me që se jeni ti tirisuara. Ashtu, çdo me thënë në dere brenda. Në dere brenda. Hale që dynja, po ti hallin tënde ke në dere brenda, tu bëftë me më shiko bythën e botës. Me këte kuptime ka shi në dere brenda, shi brenda shtëpis, mos u merr me. Ma lafe s'ma pëlqej, për kokë tuaj. Unë i vështroj ato rotull aty tek pallati im, po me lafe nuk merrem unë. Jo po vajti, jo po hyri, jo po doli. E gjena Perëndia, kushdo që tjetë. Shu nashi thotë, kur porosit pjaton tënde, më vështro pjaton e botës. Edhe kjo e ka një shpengim. Kur shkoj në restorant të tërë që porosisin, marrën atë menun aty, porosisin dua këtë, ja vështron, ja vendos kamarieri përpara, por që ndodh? Syti jetë në tavolina tjetër që ha filani. E thënë më saktë. Shiko gruan tënde, shiko burrin tënd, ma vështro burrin dhe gruan e botës, që është pjato e botës. Se mama i ka me moral këto. Kush me kupton, me kupton. Kush me kupton, vazhdon punë e vetë. I hengri bytha vetë. Që ka një shpengim, jo shkencor, se në shkencor.
Më ma bëgë kështu të mi, kur jam fut do njëri kohë tjelë, si të them unë ty, për shembull që vete krojt i themi ne, po i hegrit, tash se nuk dua të them në ato llafet, ta do thoni pastaj që ja se anea flet llafe banale, s'duat. Ashtu. Kollo qifte me rigon. Kur flet në njëri kot, ose kur bën në një punë kot, them ne, kollo qifte me rigon. Këtë kuptim ka. Po në shi unë si tua të shpengoj se ta shi qyesht si tua është një loj enciklopedie. Në shi se ju falemderit me fjallë. Buri që plahet me një lug uj. Kjo është e fërtet. Se veta në njëra me një, me dy, me tre, e t'ngelet nami, edhe thuet pastaj që për femrën nuk ka lume prua që e lanë. Kurse burit bëj qatë dojnë vajtër të gardë, një luguj shpla dhe iku. Pra ne bëj kujdes, se jemi femër, do t'jemi me të kujdes, me se në shi, unë e di që ka ndruar korat në shi, por që si do që tjetë qysh morali që ofron mama. Ti le dhe mushkën me barë, po edhe këte kam thënë. Do me thënë, kur nuk mbush mirë, që një shoqe unë, o zoti madh, një e dy, dhe më thoshte mos u merr me atë punë ti, s'thosh asgjë. Aman, më i datë po dile dhe mushkën me barë me qyqe. Ashtu. Zonjë në qytete e kur në krevat. Kam thënë dhe këte unë? Zonjë në qytete e kur në krevat. Do me thënë, në qytet të ecësh si që si unë, me zonjë, me cipë në faqe, në krevat me burit të do që atë duash, shkatrohe, këpute në mes, burit të ndësh, kush të të kërkoj logari? Me të tjerët, s'ka, ashtu, ju bëftë me manashi se po flasë të gjithave, qani qupa si qupat e mia, qani nuse si nuset e mia, se kam qenë dhe unë dikur, po unë, po që për ndere, për moral, nuk bëjsh laf. Kalli qimen. Kalli qimen do me thënë, është një shprehje që thot, kalli qimen, le të shkoj. Kalli qimen. Mund ta përdori në mos, se qupat të reja se përdori. Merren qupat të reja me qimen. Aman. Ta le do biçi në derë, po që e kuptohet, se të gjithë e keni kuptuar, ta le do biçi në derë kur ta le në prag. Do më në bën një gjë vetë ta le ty. Sa i thonë që ta le do biçi në derë. Do me thënë si të them unë për shembull. I thash unë një shoqes time do të them një muhabet unë ty, po më e bëj muhabet me njeri. Ajo ndezi gjithë fshati. U mor vesh në tre që e kështë thënë anea. Pa, të le do biçi në derë, më i beso. Në ke, mbaj për veten tënde, më e nxirr, se nuk thonë kot. Kur janë dy vetë edhe hena larti merr vesh, sa e bukur që më ka pëlqyer, se unë kam lexuar dhe libra në ato për dashurinë. Selman Mavria nuk kupton dhe shumë la dashuria, po ama kur i thosha në ato poezit unë. Thuaj. Femra e fut shejtanin në shishe. Femra në shishe. Se në shi atë që të bën femra. Femra është gjithmonë 10 hapa para mashkullit, para burit. Kështu kam qenë. Bëra njerë me Selman Mavrin, më tha mua, do bëj një loj, tha. I thash. Të pshem një gjene, po e gjete ti. E miri, thash unë, e se qa psheu a i, në të pshe protofolin, tha. E mori e psheu, 1, 2, 2, kështu e gjeq unë. Erto e gjeq. Më tha mua në shita, këtë protofol, pshe e ti, mbuloj e ti. Edhe, ti mbete mu në rotullova unë. Vatur direkt mu mbi tavolin. Mu në mes të shtëpis. Rutullohet e Selmani shkretë rutull 1 ditë, 2, 1 javë, 10 ditë. Aman më tha mua të hëngsha mund të ku e ke pëshor. Po plasi sy të bojoj, ta shikoj mu mbi tavolin. Në me thënë, një gjë po të ta psheq, vendosi në vendin më të dur. Ta shishtë është një shkret, po të lafi me pëlqej se. Mos e harroni më bëni subscribe, ashtu. Na shi, me ty duhet të kesh 2 byth, një të mbash e një të qash. Kur të dallit shumë,
Në fakt të laf ma ka thënë mua se fi ma vriu. I rynja në sabah me të britura e deri më darkët. Aman më janë. Me ty do të kesh dy byth, një të ambash i të qash. Është durim. Po, nuk e themi durim, po themi do të kesh. Se i kam të mira, këto populloret i kam, ja Allah. Por dhe të më dha, thot, grisin brekët e vetë, po ku i ka marrë shënin të tëra këto që prejt e mija, edhe unë vetë, kur më vina shu lafet e lumosura, i lëshoj pa unë kështu. Por të më dha, grisin brekët, do me thënë, ku ke shumë tagë lek, që i thonë sot. Ku do t'i qoq pordet? Leri me bërë, sa më thjesht, sa më njeri, po të buzqeshë shoqet folu, po një këmbe një fjale, një hale, po me ndërqëmërije. Ja, në shi, ja këto ishin të qpreje, se unë qpreje kam plot, nga mu poftise, nga me erdhe për para, nga me dole për para, nga mu poftise. Shu, ne, qëfar është një gjë që ngrihet me njerë? E zeza pa mua më pjët me? Shi të bëftë mëma me kohën që jemi nafta. Vetëm ngrihet, po e uli qeveria se. Mos më bëj mua në këto pjete provokative. O nëna, ne, vajza ime 20 vjetë që ka patur 3 partner e zeza. Deri më tani, dje më solli në shtëpi një teatr. Kur e pyeta unë partneri ri është ky? Jo, më tha. Ky është eksperiencë seksuale. Dua të di ku është ndryshimi midis partnerit dhe eksperiencës. Se unë jam martuar me shkusi. Motre, qëtë të thotë me? Në shi i qëndrojnë në 3-4 partnerë, këshu kanë ardhë korët, po këte me eksperienca, që ka patur shumë eksperienca, qëtë të themë, mos të bje rënd, po të ta themë, sepse unë nuk flasë ndryshe. Nuk e kur, që përbe që të themë, unë e zeza, që është eksperiencë me, po me partnerë nuk është eksperiencë. është i mblinë që për da që i balë, mos të lëshoj dhe të portë, si ato taksit, dalo këtu i hyp një e zbrit atje, apo mos i more, që i thonë atyre makinave. Tani, po të plasë të mamë si që pëntime, s'ka me mua, jam e ndrejt për ndrejt. O nëna, ne po më rotullon një stilist dhe e kuftoj që po ma luan. Qa është që stilist? Stilistet atë? Mos e ka lafin për rëba qeps. Se rëba qeps i thot stilist, shqepe dhe, po stiliste jam dhe unë, po tjetë kështu. Po, në shi thot, shkoj të bëj provën, ma bën, dhe më thot të viq prap të ta bëj tamam. Shkoj prap, ma bën prap, dhe të viq prap të ta bëj tamam, thot. Si t'ja bëj? Të thot aji, po të ka thënë kështu edhe të rëtëllon 4-5 herë po 6 herë, në jo më men, për prova mirë, shko, se mirë thot populli matu 7-8 herë edhe pri 1 herë. Për këtë, po ti du ta kuptosh të bëftë mema, a i të thret të bëj provë, apo mos do të të bëj të gelin. Ja Allah që më bërë se kisha ko pa qeshur. Kështu ju bëftë mema, unë ju përgjigja paka shumë të gjitha këtyre mesazheve, pyetjeve tuaja, që kishit po të keni në një halle, po të keni në një gjë, përsëri vazhdoni tek ju fleta nea, po mo haroni të bëni subscribe. Të pide mëma një vlejnë uj, spring se është uj në pravishte. Në pravishta. Ju dua shumë e më mundani se nuk ju ndahem.